Ti po e zmadhon pak situatën apo jo? Silvia! Më vjen keq, por si të pafajshëm të dëshpëruar buzët që dridhen. Në rregull. O, Vogëlushe, a do pak ndim? Kjo kotele e vogël do të marrë çdo gjë që kërkon. Ti po tallesh gjë me mua? Silvia, tregohu e sjellshme. Tani Vogëlushe e vogël, na trego se ku e ke vendin dhe ku ke lindur dhe ne do të të çojmë në shtëpi. Ti nuk ke një vend? Po ku jeton mami yt Mace? Ti nuk ke një mami Mace? Po kush kujdeset për vëllezërit e tu? Ke ndonjë motor? Fqinj të sjellshëm? Veteriner të shqetësuar? Dikush që të qef? Dikush që të sjell qumshtin? Një qen simpatik që jeton afër teje? Ke ndonjë që kujdeset për ty? Një familjar të largët apo ndoshta një gruaj që kujdeset për Mace? Ku janë ata? Mund të na tregosh rrugën ku jetojnë? Shumë mirë, kështu ne mund të thrasim një taksi dhe Silvia! Ne nuk mund të lëm një top me pushtë të pambrojtur kështu të vetme. Eja pra Vogëlushe, do të çojmë ne tek familjarët e largët apo gruaja që kujdeset për Macet. Po të thoshe që kur isha sa ty, unë kisha një punë të mirë që gërryeja njollat nga sipërfaqet plazma. O, sot ajo po merr një të ftohtë. Silvia, ne duhet ta ngrohojmë atë më një herë. Qetësohu, do t'i marrim asaj një palto portokalli gëzofi. Si të rri ajo ëmbëlsirë. Që jemi në drejtimin e duhur top me qime? Sepse sa po lam pas qytetin e vetëm në këtë planet, kështu që... O jo, çfarë ka që nuk shkon? O jo, këmbët e tua të vogla janë të zbathura. Si mund të kemi qenë kaq të pandjeshëm? Silvia, ne jemi për pinca! Jam e sigurt që ushqimi dhe veshjet tona i kanë breza për gjithë jetën. Do që ta mbaj unë atë? Cili është stili yt i preferuar, zënjush? Kali qaf, në shalkali, si serfiksit, si kangur, çdo gjë, vetëm më thuaj çfarë do. Shëtitës, shoku të paktën më lërë të marrë ty. Jo, duhet të mbaj një sy tek vajza jonë, thjesht për ndonjë rast. Kujdes, kujdes! Shëtitës, ne duhet të flasim. A nuk është adhurueshme ajo?